شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل بسم الله الرحمن الرحim. Në dersën e shtunës me lejnë e Allahut kemi me vazhdue spjegimin e librit të cilin e kemi filluar në Ramazan el-Ibana. Deri në përfundim të këtij libri, derset e shtunës do të jenë spjegim i librit të filluar në Ramazan. Kemi arrit tek tema ma'rifetul iman, njohja e imanit, njohja e besimit. O kefe nëzël Allahu bihil Kur'an, edhe qysh e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'anin për me e rregullue çështjen e imanit. O tërtibul faraid, edhe si i ka radhit Allahu subhanahu wa ta'ala farzat, obligimet. O anel imane qaulun wa amal, edhe për me ditë gjithashtu se imani është fjalë dhe vepër. Në derset e kalume janë përmend devijimet e para që kanë ardhur në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato kanë qenë devijimet e Khawarijve, të cilët disa me qëllim e disa nga ignoranca janë bashkuar në humbje. Janë bashkuar në kundërshtim me ehlusunetin, kundërshtim me tekstet e sakta të cilat i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe si argument i përdornin gjithashtu fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se nuk ishin argumentet në vendin e duhur. Dhe parulla kryesore e tyre ishte inil hukmu illa lillah, gjykimi i takon Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ka diskutim se gjykimi i takon Allahu subhanahu wa taala. Por ata e bënin devijimin e tyre me që gjykimi i takon Allahu subhanahu wa taala, nuk pranonin që kërkush prej njerëzve të gjykon sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu shfaqet devijimi, këtu shfaqet dalja prej rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës së sahabëve. Ne jemi të obliguar që gjykimin ta bëjmë sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë gjykim ta bëjnë njerëzit e ditur të umetit, se këtë nuk e bën kush përveç se atyre të cilët kanë dituri, për shkak se ata të cilët kanë dituri janë më të devotshëm. Mbështetur në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Mas shumti që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala janë dietarët. Gjithashtu bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kur gabon ai i cili është meritor për gjykim, pasi që ka dhënë një mundi për me arrit tek e vërteta, në gjykimin e tij sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka gabuar në dhënien e vendimit, e ka një shpërblim për shkak të mundit dhe për shkak të nivelit të tij të lartë të diturisë, kurse nëse ka qelluar merr dy shpërblime për shkak të mundit dhe për shkak të saktësisë. Kurse ai i cili flet dhe gjykon me padituri, edhe kur ja qëllon e ka një gjuna për shkak se ja ka qëlluar tahmina pa dituri, kurse kur nuk ja qëllon, kur nuk e ka saktë, ka dy dënime, një për shkak se ka folur me padituri dhe të dytën për shkak se nuk e ka dhënë vendimin e duhur, nuk e ka dhënë fetvan e duhur, nuk e ka dhënë përgjigjen e duhur. Kurse grupi i dytë i devijuar ka ardhur tek ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si kundërpërgjigje e grupit parë. Si kundërpërgjigje e Khawarijve, ka ndalë grupi i devijuar, i cili llogaritet si grupi i dytë i devijuar në Islam, ata janë el-Murji'e, të cilët duke pas frikë prej Khawarijve se po i nxjerrin prej Islamit njerëzit të cilët janë musliman, ata nuk i nxjerrin prej Islamit të njerëzit të cilët e kanë kufrin ashiqare. Duke pas frikë se mos po bën Khawarij, e po i nxjerrin prej Islamit ata të cilët janë musliman, i shtynë në Islam, i llogarit musliman ata të cilët s'kan bën me Islamin kurrë hiç. Dhe kjo është gabim tjetër, gabimi i anës djathtë
është nxjerrja prej islamit e muslimanëve. Gabimi onës majt është futja ose mos nxjerrja e njerëzve prej islamit, të cilët faktikisht me gjitha argumentet veç kanë dalë për islamit, ose edhe s'kanë hinë islam kur asnjëherë, këta i llogaritnin besimtar, kurse e vërteta është mesatarja. E vërteta është pasimi asaj në të cilën ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasimi i teksteve, pasimi i hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasimi i ajeteve, pasimi i kuptimit të sahabëve, të cilët kur nuk e nxjerrnin për islamit njeriu i cili barte gjëna të mëdha. Kur sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e konsideronin kafir personin për shkak të mëkateve, për shkak të gjunave. Dhe kur nuk e llogaritnin besimtar një njeri i cili nuk i plotësonte rregullat e imanit. Do thonë, as nuk nxirret për islamit ai i cili me argumente të qarta nuk ka dalë nga islami, as nuk llogaritet musliman ai i cili me argumente të qarta nuk i plotëson kushtet me qenë musliman. Dhe feja jon, feja islame, i ka kufit e vet. Feja të cilën e ka zbritë Allah subhanahu wa taala nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ka kufit e vet. Këte, kush e bën është musliman. A ka dikun fun, a ka dikun megj, a përfundon dikun. Këte nëse nuk e bën edhe këte nuk është musliman. Këte nëse e vepron e cila e prish fen, bëhet jo del prej fes. Patjetër se Islami i ka kufizimet e veta. Nuk ka mundësi, as me argumente, as me logjik të shëndosh, me mend të shëndosh. Islami është një fe e cila nuk dihet kur bëhet njëri musliman, as nuk dihet kur del për islami. Kjo është logjik tepër e gabuar. Njeriu bëhet musliman kur e plotson këte. A prishet ky islam në herë? Patjetër se do të mi pas rregullat kur prishet. Atëre rregullat për me qenë musliman i kanë shkel Khawarisht, grupi i parë i devijuar. Prej mendimeve të cilëve e lusim Allah subhanahu wa taala mos më ndiku kërkush për besimtarve. Grupi i dytë më njerë, hiq ma pak i keq se sa Khawarisht, edhe më i domshëm ndoshta në shumë aspekte se sa Khawarisht, janë el murji'e, të cilët e llogaritin musliman atë që nuk është musliman. Sikur që këta e llogaritin kafir atë që nuk është kafir. Edhe janë dy të kundërta. Sa përket atyre të cilët e llogaritin njeriu besimtar pa qenë besimtar, ata janë el murji'e, çështja kryesore e tyre. Sikur që është çështja kryesore të Khawarisht, argumentimi se gjykimi i takon vetëm Allahut, e në realitet gjykimi i takon vetëm Allahut, por ata nuk e dëshironin që gjykimi të jetë sipas asaj që ka thënë Allahu, por ata dëshirojnë që të vjen vetë Allahu të gjykon. Dhe me këto e pamundsonin, se kjo është një kërkesë e paralizueshme në këtë dunjë. Grupi i devijuar i anës tjetër, të cilët quhen el murji'e, ose devijimin kryesor e kanë në rastin kur, ose në faktin kur, nuk e llogaritin veprën e gjymtyrve pjesë të domosdoshme të imanit. Ata u mjaftuan një grup prej tyre, se ata pastaj në vetët e tyre janë të ndarë në shumë grupe, sikur që edhe Khawarisht në vetën e tyre janë të ndarë në shumë grupe, dhe kushdo që devijon prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo grup i devijuar në vetë ka pastaj shumë grupe të devijuara të tjera, përveç e sunetit të cilës s'ka grupe të devijuara, se s'ka mundësi me pas. Ashtu sikur që e përmendin dietarët e selefit, për tyre Shekull Islami dhe të tjerët, kush është ehli sunet, nuk ka emërtim tjetër. Si ta keni edhe një emërtim tjetër, nuk është ehli sunet. Pasuesit e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë vetëm një grup, nuk janë shumë grupe mrena ehli sunetit. Mrena ehli sunetit ka mundësi me pas mendime të ndryshme për çështje të caktuara, ama me formue grup
me formue bindje, me formue menhegj, me formue rrugë, të gjithë janë të ehli sunetit, edhe të gjithë janë në grupacione, kjo nuk është e mundshme. Kushdo që ka dalë për ehli sunetit, pastaj në grupin e tyre ka pas shumë grupacione. Sikur që janë Khawarisht, shumë grupacione mes në tyre, sikur që janë el-Murxie, shumë grupacione mes në tyre. Prej atyre, të cilët janë el-Murxie, ka pas me atyre të cilët e kanë llogarit njeriu besimtar vetëm nëse beson me zemër. Që ka larg ka shkuar devijimi i tyre. Nëse njeriu beson me zemrën e tij është besimtar. Ama ka shqiptuar këtë shahadet me herë, s'është me rëndësi. A ka praktikuar me veprat e tij këtë iman e herë nuk është me rëndësi që e ka zemrën e vet është besimtar. Dhe kjo është devijim i qartë në fjalët e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa të tjerë të llogarit veten pak më të civilizuar se këta të parë, kanë esë një hap matutje, besimtar është ai i cili beson me zemrën e tij dhe besimin e tij e shqipton me gjuhën e tij duke thënë dëshminë La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Kurse besimi, imani të ehli sunetit nuk është as sipas të parës, as sipas dytës. Besimi, imani të ehli sunetit dhe xhamati është në 3 çështje. Besimi me zemër, shqiptimi haptazi, i çati besimi që e kije në zemër, me qit haptazi edhe me shfaq, me gjuhë, edhe me praktiku me gjymtyr veprat të cilat i ka urdhnuar Allahu subhanahu wa taala. Për të është transmetuar me zinxhir të sakt se Ibn Abbasi Allahu subhanahu wa taala e pas mëshirua në fjalën e Allahu subhanahu wa taala liyazdadu imanan ma'a imanihim, Allahu subhanahu wa taala do t'u ashton ose për të ashtuar imanin besimtarve për kundrejt imanit të tyre që e kanë, ka thonë Allahu subhanahu wa taala ba'atha nabiyehu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ka dërguar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi shahadati an la ilaha illallah, me i thirr njerëzit në dëshmi se nuk meriton madhërua tjetër kërkush përveç Allahut subhanahu wa taala. Kur e kanë pranuar Ibn Abbasit atë njerëzit dëshmin la ilaha illallah me shqiptue me gjuhët e tyre se nuk meriton kërkush të adhurohet përveç Allahu subhanahu wa taala, thot Ibn Abbasi Allahu subhanahu wa taala i ka urdhnu besimtarët me namaz. Dhe namazi është çështja praktike. Namazi është çështja e parë praktike me gjymtyr. Imani bazën e tij e ka në zemër. Se besimi është në zemër. Dhe zemra drejton pastaj gjuhën me shqiptue shahadetin, zemra pastaj i drejton gjymtyrt me fal namazin. Një person i cili besimin e ka në zemër, po nuk është faq, ky për neve nuk është besimtar. Një person i cili besimin e ka në zemër, e ka shfaq me dëshmin la ilaha illallah, por nuk e ka qit në praktik me namaz, përsëri nuk është besimtar. Për shkak se nuk i ka bashkuar të 3 elementet të cilat i ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. Sikur që edhe nëse kthehemi nga ana e prapme që na dalin munafiqët janë ata të cilët e falin namazin, janë ata të cilët e thojnë shahadetin, por nuk e kanë besimin në zemër. Ju mungon një element nga 3, dhe një element që ju mungon nga 3 është besimi me zemër. Kujdo që i mungon një nga këto 3 elemente të domosdoshme, ai është kafir. Nëse i mungojnë 2, apet është kafir. Nëse i mungojnë të 3-at, apet është kafir. Ose kanë me u plotësua të 3 komponentet me zemër, me gjuhë, edhe me gjymtyr, ose personi të ehli suneti nuk është besimtar. Te grupi i devijuar, devijimin e kanë të çështjet e veprave të gjymtyrve. Për shkak se çështjet e veprave të gjymtyrve me argumente të jo të vendit të duhur, i kanë përdor, sikur që i kanë përdor Khawarisht argumentet në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo në kuptimin e asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jo sipas asaj që e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Abbasi kur Allahu subhanahu wa taala e ka
urdhrua Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për me thirr njerëzit në shahadet dhe ata kanë pranuar, e ka urdhruar me namaz. Kur e kanë krye, kur e kanë pranuar edhe namazin, Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar, ia ka shtuar edhe zakatin. Kur e kanë pranuar zakatin, ia ka shtuar edhe Ramazanin. Kur e kanë pranuar edhe Ramazanin, Allahu subhanahu wa taala ia ka shtuar edhe xhihadin. Pastaj e ka zbrit fjalën e tij në Kur'an, "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot e kom plotësue fen për juve. Edhe i kom plotësue begatit që Allah subhanahu wa taala ka pas me qenë ndaj neve. Dhe begatia më e madhe që ka qenë Allah ndaj neve është libri Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë kanë ardhur disa transmetime të tjera gjithashtu prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për më sqaruar defektin atyre të cilët kanë gabuar në vlerësimin e përbërësve të imanit. Shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Hanif, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në Mekë në fillimin e shpalljes dhe rrjedha e historisë në kohë është shumë e rëndësishme për me kuptuar devijimin e murxhieve, për shkak se devijimi i tyre kryesor është mbështetja atyre në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekë. Thotë kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, i thirrte njerëzit në iman, në pranim të besimit por pa vepra. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, kur është bërë pejgamber, njerëzit i ka thirr me besu, por nuk i ka thirr me punu. Pastaj thot, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni hijret, erdhë në Mekë, sara el-imanu qawlan wa amala. Ndryshoi çështja e imanit. Imani u bë fjalë edhe vepër. Sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, imani ishte fjalë. Me shku me dëshmu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e beson Allahun subhanahu wa taala zot të vetëm, se adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe nuk takon atyre idhujve të cilët i adhuronin mushrikët në Mekë, dhe me pranu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Kështu ishte çështja në Mekë. Sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, por kur Allah subhanahu wa taala urdhnoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ik prej Mekës, edhe me shkuar në Medinë, në çështja e imanit ndroi. Dhe çështja e imanit u bë imani, besimi nuk është me thirr njerëzit në besim vetëm, por me thirr njerëzit në besim edhe në praktik të asaj që ka thirr Allahu dhe që ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë met në çështjet e Mekës me pa të drejtë. Kanë met në çështjet e Mekës me pa të drejtë dhe me plot argumente të sakta në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja pasi që ka bën hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë, çështja e imanit edhe islamit ka ndryshuar. Dhe ka ndryshuar ai që e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka ndryshuar vetë Allahu. Kjo ka qenë periudhë të cilën Allahu subhanahu wa taala ka dashur kështu me kon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me kon besimtarët derisa ka ardhur një periudhë tjetër dhe Allahu subhanahu wa taala ka dashur me kon ndryshe. Dhe kur ka ardhur periudha e Medinës, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur se imani është fjalë dhe vepër. Kërkush nuk ka drejt më me kthye njerëzimin ose me kthye muslimanët në kohën e Mekës, kush i kthet? Kush ka drejt me kthy? Për shkak se nëse ne kthehemi me mendet tona në kohën e Mekës, kur do të më ardhë një pejgamber ose kush do të më ardhë, më na thonë neve se tash përfundoi koha e Mekës, tash kemi një periudhë në Medinës. Kush e bën këtë? Nëse kthehemi ne thojmë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mekë ka qenë i dopt, edhe na jena dopt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kjo kit me logjik ka shkuar. Nuk ka shkuar me argumente. Me që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë Mekë i dopt, ai nuk ka thirrë në vepra, ka thirrë vetëm besim derisa i forcu. Edhe ne jemi të dopt, nuk thirrmë në vepra, por thirrmë vetëm besim sikur ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tamam. Po me bo vakia më forcua na shumë. Kush është ai personi legjitim që e përfundon kohën e Mekës?
Kurse kohën e Mekës e ka përfunduar pejgamberi sa me vahi, me shpallje. Në kohën kur ka bën hijret, ka shkuar në Medinë, ka përfunduar koha e Mekës ka përfunduar me shpallje. Dhe koha e Mekës nuk përfundon ndryshe përveç se me shpallje. Dhe kushdo që kthehet në kohën e Mekës edhe një herë me arsye të pa baza, atë nuk ka kush e kthen më në kohën e Medinë, në kohën e periudhës Medinës kur hiç. Dhe këtë çështje ka shpjeguar më së miri Sufjan ibn Uyeyne, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua, njëri prej tabeinëve dhe dietar i madh i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e kanë pyet për çështjet e imanit, ka thonë: Qaulun wa amal. Imani është fjalë edhe vepër. Yezidu wa yanqus, shtohet edhe paksohet. Yezid shtohet, masha Allah, sa don Allah subhanahu wa taala. Wa yanqus hatta la yabqa min. Kurse paksohet derisa bosh kafir. Sjet për imanit kur gjë. Moshtue, shtohet, deri kur? Deri sa don Allah, kërkush nuk e din sa. Në ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë të pajtime se më i miri në ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Abu Bekri. Po sa ka pas nivelin e imanit duke di këtë kërkush, përveç Allah subhanahu wa taala. Sa rritet imani, rritet. Sa e din Allah subhanahu wa taala. Nuk ka tavan, nuk ka kufizim, sa bëhet njeriu besimtar i mirë. E sa paksohet, a ka limit, ka limit. Deri sa del, s'është musliman më hiç. Vazhdon Sufjan ibn Uyeyne, Allah subhanahu wa taala e pas mëshiru. Kur është pyet, çysh e llogarit diken i cili supozon se imani mundet me qëndrue edhe nëse s'ka vepra, ka thonë Sufjan ibn Uyeyne, fjala atynve është fjale kot. Për shkak se Allah subhanahu wa taala e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tek njerëzit dhe i ka urdhnuar me dëshmu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dëgjoni. Dhe kushdo që e shqipton la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, thot Sufjan ibn Uyeyne, i mbrohen atij gjaku dhe pasuria, se ky ka hyrë në Islam. Kushdo që e ka shqiptuar fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, i mbrohet nga Islami gjaku i tij dhe pasuria e tij, illa bi haqqil Islam. Veç ka disa raste kur vet Islami e bën një gjykim tjetër për personin, e lejon me ia marr pasurinë e tij ose e lejon edhe me ia der gjakun e tij. Kur e ka ditë, thot Allah, kur e ka po Allah subhanahu wa taala se besimtarët e kanë pranu me dëshmue la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar me fal namazin. Dhe po mos ta pranonin besimtarët me fal namazin, thot Sufjan ibn Uyeyne, nuk do t'i bënte dobi kurrë dëshmia që ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Shkon që shkon radhitja. Allah subhanahu wa taala ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tek njerëzit me i thirr ata. Çështja e parë, ne dëshmojmë se nuk meriton më adhuru kërkush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Kushdo që e thot këto, ja mbron Islami gjakun edhe pasunin, i ka të mbrojtuna. Pastaj kur e kanë thonë këtë fjalë, Allah subhanahu wa taala ka shtuar edhe një çështje tjetër. Ajo çështja është namazi. Nëse kanë refuzuar me fal namazin, nëse kanë hek namazin, thot Sufjan ibn Uyeyne, nuk ju vlen më dëshmia që kanë thonë. Këta veç kanë dalë më për Islamit. Se mbrojtja e gjakut dhe pasunis ishte valide deri kur ka ardhur edhe urdhri tjetër. Kur ka ardhur urdhri tjetër, do të më marr edhe urdhrin tjetër që ka pranuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot, kur Allah subhanahu wa taala urdhoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me i thirr njerëzit, me fal namazin, me i thirr njerëzit me thon shahadetin, edhe me i thirr njerëzit me fal namazin, atëre njerëzit e pranuan. Kur e pranuan, thot Allah subhanahu wa taala i urdhoi ata me xhihad. Keni pranuar me thon la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Keni urdhoi me hijret.
keni pranuar me thon Muhammed la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? Keni pranuar me fal namazin? Tash do të me ikë për Mekës me shkuar në Medinë. Po Sufjan ibn Uyeyne, ata të cilët e thanë shahadetin dhe e falën namazin, po të mos ju përgjishnin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në hijret me shku për Mekës në Medinë, nuk ju vlen të namazit tyre as shahadeti i tyre. Dhe është e ditur në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se kushdo që nuk ka bë hijret me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për Mekës në Medinë, o llogarit kafir. Ju në fal, po nuk janë besimtar. E kanë thonë shahadetin, e kanë thonë, po nuk janë besimtar. Edhe këtë e ka vërtetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në praktik. E kanë vërtetuar sahabët edhe në praktik. Në dy drejtime. Drejtimin e parë, në Mekë ishin disa njerëz të cilët e patën pranu Islamin. Por nuk patën bë hijret me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kur e ka organizuar Abu Jehli ushtrinë me shkuar në Bedër, i ka marrë këta me zon. Duke qenë këta besimtar, duke qenë musliman, edhe i ka qitë me luftu kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët i njihnin se i kanë pa në Mekë që këta vinin në shtëpinë e Arkamit ibn Arkamit, vinin në ligjëratat nderset në mezhliset e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por kur kanë dalë në Bedër, disa prej tyre i kanë mbyt. Masi që i kanë mbyt, i kanë po, disa prej sahabëve kanë thonë, "Qatelna ikhwanana." O, i pasmi mbyt vllazit e tonë. Disa sahabë të tjerë kanë thonë, "Jo, po s'jam vllazit e tonë, pas vllazit e tonë ishin kana, nuk ishin anena." Dhe kushdo që është ka përballë muslimanëve, ai nuk është musliman kurrë. Kushdo që në luftë është përballë muslimanëve, ai nuk është musliman kurrë. Edhe nëse e thot shahadetin, nëse falet, edhe nëse është haxhia, nëse agjeron, nëse bze çata, nëse. I pas me mytë vllazit e tonë. Jo me se vllazit e tonë, pas me vllazit e tonë ishin konë të na. Si ishin konë atje. Edhe ka ndodhur një polemik me sahabëve, derisa Allah subhanahu wa taala ka zbrit një ajet, dhe ajeti ka ardhur me qërtim të rënë. Malikum fil munafiqin fiatin. Çka po mor ju? Për munafik po sahabët i në rrugë me zvetja, e të ridun e në tehdu men e dalë Allah, e do një me shtijin në feja, ato që se ka shtija Allah në feja. Ko kanë musliman këta? Ku janë musliman këta? Me Abu Jehlin të radhitën musliman. Këshish ka muslimu konë kjo punë. Edhe kushdo që është i radhitën mbrapa shokëve të Abu Jehlit, e ka dispozitën e Abu Jehlit. Kushdo që radhitët mbrapa shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ka dispozitën e muslimanëve që në radhitën mbrapa Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Sufjan ibn Uyeyne, kjo është lloji i parë i argumentimit se hijreti ishte shtylla e imanit dhe kushdo që si përgjigje e hijretit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam llogaritej kafir. Çështja e dytë. Praktike gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit i ka zonë disa rob. Mesin e atyre të cilët i ka zonë rob ka qenë edhe axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abasi. Abasi është baba Ibn Abbasit. Ibn Abbasi dietari Kur'anit. Djali i axhës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Abasi migji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ishte Abasi në Mekë, e kishte pranuar Islamin. Para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të qenë pejgamberi sa në Mekë, Abasi e pa pranuar Islamin. Kur ka dalë në Bedër, anën tjetër, pejgamberi sa më ka zonë rob. Edhe ka trajtuar si pabesimtar. Nuk e ka trajtuar si besimtar, u lirua me pagesë. Axha, migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abasi, u lirua sikur që lirohen të nxonënit nga ana e muslimanëve, pa asnjë përjashtim hiç. Nëse thot Sufjan ibn Uyeyne, Allahu i paturdhnuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me i thirr njerëzit në shahadet, ata thonin, pastaj i urdhnoi me namaz. Nëse se pranonin namazin, s'ju vlen të shahadeti. Nëse pranonin shahadetin dhe namazin, Allahu subhanahu wa taala i paturdhnuar me hijret. Nëse se pranonin hijretin, nuk i pranoi as namazi as shahadetin. Pastaj thot Sufjan ibn Uyeyne, Allahu subhanahu wa taala pas më shrua, kush e pranon tek te, Allahu subhanahu wa taala i obligon te me agjërim, kush e pranon tek te, Allahu subhanahu wa taala i obligon te me zeqat, kush e pranon tek te, Allahu subhanahu wa taala i obligon te me haxh, derisa në fund e lexoj fjalën e Allahu subhanahu wa taala,
"El-yawma akmaltu lakum dinakum", sot unë e kom plotësua për juve fenë e juve, "wa atmamtu alaykum ni'mati", edhe kom plotësua begatit e mia ndaj juve, "wa raditu lakumul islam dina", që kjo është fe për juve. S'muni me damo, s'ka kërkush që e don më këtë fe. Kjo fe është e plotësuar dhe nuk ndohet, nuk pëhek për kësaj feje, kërkush vetë se del për kësaj feje. Dhe vlera e këtij ajeti tregohet në transmetimet e sakta nga Ibn Omeri dhe Ibn Abasi dhe sahabët e tjerë të cilëve u ka ndodhur e njëjta çështje te Omer ibn al-Khattabi, kanë ardhur njerëz prej jahudive dhe i kanë thonë Omer ibn al-Khattabit, me pas zbrit një ajet te na, në të vërot, qështu që e keni ju, që sot Allah subhanahu wa taala ka plotësuar këtë fe, edhe është i ka plotësuar begatit e veta ndaj juve dhe është i kënaqur që Islami më kon fe për juve, me pas zbrit të nani që se ajeti na këtë ditë kishmi shpall fest. Çaq kishmi qenë të gëzum, këtë ditë kishmi bë fest. Omer ibn al-Khattab thotë, po mashallah, edhe unë e dije këtë ditë kur u kon. Edhe e dije që u kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku u kon. Edhe e dije që ka lëviz. Edhe e dije në cilin vend u kon gjitha. Dhe kjo ka ndodhur në natën e xumë, ka qenë ditë e Arafatit dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë hyrë mbi deve. Ky ka qenë kuptimi ose interesimi i Omer ibn al-Khattabit dhe të ngjashme nga pabesimtarët që go pyetje dhe Ibn Abbasit dhe të njëjtën përgjigje ka dhënë. Ky ka qenë interesimi i shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë fe, e cila është e bazuar në besimin me zemër, në shqiptimin e asaj që e kemi besuar me gjuhë dhe në nxjerrjen në praktik me ato me të cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.